Sot ja nis një turne që mundet me ndryshu tarmën e e-sportsit, edhe Hong Kongi po organizon. Apo fitojmë! Pa baletar! Ka e nisë, Allah. Turneu Blast Premier Rivals 2025 zhvillohet në Hong Kong për data 12 dhe 16 nëntor. Ai zhvillohet në Asia World Arena edhe pritet më konë eventi më i madh në historinë e e-sportsit. Plus, ai është turneu i parë i e-sport që komemor epitetin e MR, që japet vetëm organizimet ndoja sportive nga Komiteti i Sporteve të Hong Kongut. Gjithsej turniri përfshin 8 ekipe të Tier 1, 4 për tyne janë tume direkt nga ranku i Valve, edhe 4 janë wildcard nga rajonet ndryshme të botës. Çmimi total është $1 miliard, tarifat pjesëmarrëse, edhe njoftohet se do të transmetohet mbi 30 gjuhë edhe mbi 100 vende të botës. Karakteristikat e veçanta të Mark tregon se ky event nuk është vetëm një lojë, po është ngjarje sportive me rëndësi ndërkombëtare, që ky sen e përmirëson imazhin e Hong Kong si qendër globale për argëtim edhe e-sports. E hajde tash t'i kallëzoj pretendent kryesor për fitore. E kena Team Falcons me financim të madh edhe lojtar top rank. Ekipa e dytë Furia është ekipa braziliane që kohët e fundit është u fituar turnirat më të mëdha në botë. Mas ne vinë legjendat Team Vitality në skuadër evropiane me eksperiencën më të madhe në këtë lojë. Edhe një ekip shumë e fortë janë The Mongols, përfaqësuesi kryesor nga Azia, e tash Blast Premier Rivals e ka dëshmuar që nuk është vetëm një turner, është deklaratë që e-sports ka arritur nivelet sportive globale. E ti kallëzëm cila ekip menon që ka me dalë fitimtare. Mos harro me bë koment edhe mos harro me bë follow Urban FM këtë platformat, po ashtu edhe subscribe në YouTube.